أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم الفاتحة I nderuar dhe I çmuar Mufti I Kosovës Naim Efendi Tërnava me bashkëpunëtor. I nderuar kryeministër I Republikës Kosovës Zotëri Albin Kurti, të çmuar anëtar të delegacionit të lartë nga riaseti I Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, Muftiu Remzia Pitić, Rifat Fetić, shef I kabinetit të Reisul Ulemas, Mohamed Jusić, drejtor për punë të jashtme dhe diasporë, si dhe anëtar të tjerë të delegacionit shoqërues. E nderuara zonja Emila Rexhepi, nënkryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, I nderuari Zotria Dhe Hetemi, drejtor ekzekutiv I Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, të nderuar përfaqësues dhe drejtues të institucioneve, të nderuar të pranishëm motra dhe vëllezër. Mirë se keni ardhur sot që së bashku të hapim ekspozitën Kujtesa në fotografi, xhamitë të shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve të 90-ta sakralëcit I planifikuar. Kjo ekspozit na e rikthen në kujtesën tonë kolektive shkatrimin që forcat serbe u kanë shkaktuar xhamive dhe objekteve tjera të trashëgimisë islame, fillimisht në Bosnjë dhe Hercegovinë e më pas edhe në Kosovë gjatë periudhës së viteve të 90-ta të shekullit kaluar. Këto shkatrime ishin pjesë e një projekti të qëllimshëm, që synonte dëbimin e popujve përkatës nga vatrat e tyre, zhdukjen e identitetit fetar, kulturor dhe historik, si dhe realizimin e projektit famkeq të Serbisë së Madhe. Ekspozita Kujtesa në fotografi vjen para jush dhe para opinionit të gjerë në Kosovë dhe Bosnjë Hercegovinë,
jo vetëm si një paraqitje artistike dhe dokumentare, por edhe si një projekt i realizuar në bashkëpunim të ngushtë ndër institucional mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe riasetit Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kjo paraqet një dëshmi vizuale të qartë të shkatrimit sistematik të objekteve të kultit islam, duke dokumentuar sakralocidin si pjesë të një strategjie të qëllimshme politike dhe ushtarake, e cila synonte fshirjen e identitetit fetar, kulturor dhe historik të dy popujve, bosnjak dhe shqiptar. Tani për një fjalë hyrëse, ftoj drejtorin për kulturë dhe veprimtari botuese pranë Bashkisë Islame të Kosovës, zotëri Ramadan Shkodra, për një fjalë rasti. Të nderuara dhe të çmuara autoritete, Mufti i Kosovës Naim Efendi Tërnava, kryeministri i vendit zotëri Kurti, përfaqësues të riasetit, shumë i nderuar Mufti Remzi Apetić me gjithë bashkëpunëtorët, zonja Emilia, nderuar pranishëm. Ofrua më largu Ahmet. Siç dihet, fotografia është një nga format më të fuqishme të dëshmisë historike. Aja dokumenton realitetin në mënyrë të drejtë për drejtë, autentik dhe të pakontestueshëm. Për dallim nga burimet gojore ose tekstuale që shpesh interpretohen ndryshe, fotografia ruan momentin historik, ashtu siç ka ndodhur, duke u shndruar në një provë të qëndrueshme për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Përveç informacionit historik, fotografia është një mjet i fuqishëm për ndërtimin e kujtesës kolektive, për ndërgjegjësimin shoqëror dhe për ballafaqimin me të vërtetën historike. Në këtë frymë dhe në bashkëpunim të ngushtë me riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, kemi përgatitur ekspozitën Kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Kjo ekspozit dokumenton në mënyrë të qartë dhe autentike shkatrimin sistematik të xhamive gjatë luftës dhe përfaqëson një akt të rëndësishëm në kujtesën historike dhe reflektimin shoqëror. Fotografitë e paraqitura dëshmojnë dhunën e organizuar dhe sakralocidin e ushtruar mbi monumentet e trashëgimisë islame, si pjesë e një projekti të gjerë politik dhe ushtarak serb, që synonte krijimin e një realiteti të ri etnik dhe kulturor. Të nderuar pjesëmarrës, në ekspozitën e sotme, do të shikoni këto fotografi. Nuk shohem vetëm muret e djegura dhe të rënuara. Ne shohem historinë e një populli, dhimbjen e një komuniteti dhe boshllukun që lan pas shkatrimit identitetit kulturor. Çdo imazh është dëshmi e një të kaluare të dhimbshme, por edhe thirrje për të mos harruar, për të reflektuar dhe për të ruajtur atë që mbetet nga trashëgimia jonë. Fotografitë tregojnë xhami dhe monumente historike të shkatruara, të sulmuara dhe të plaçkitura. Çdo mur i rënuar, çdo xhami e djegur, flet për histori të ndërprera, për fëmijë që humbën shkollën, për imam që u masakruan dhe për komunitete që mbetën të heshtura. Poshtuesi nuk synonte vetëm pronën dhe jetën, por edhe memorien, kulturën dhe identitetin e një kombi. Kjo ekspozit nuk është thjesht një kujtesë e së kalurës. Ajo është një akt i fuqishëm i drejtësisë historike. I jep zë që heshtën me dhunë, ruan kujtimin e atyre që u flijuan dhe na obligon që të gjithë të mos lejojmë harresën. Edhe sot agresori nuk ka marrë dënimin e merituar, ndërsa politika zyrtare e Serbisë vazhdon ta relativizoj dhe mohoj krimet e regjimit të Miloševićit dhe Mladićit. Serbia nuk ka shprehur pengesë morale politike dhe nuk është distancuar nga ideologjia që i kanë prodhuar ato krime. Në këtë kuadër, ekspozita merr një domethënie të veçantë
si një akt i kujtesës historike dhe rezistencës ndaj harresës dhe falsifikimit të së vërtetës. Ajo riafirmon faktet historike dhe vujtjet reale të popullit shqiptar dhe bosnjak, duke i sjellë ato para syve tanë në mënyrë të qartë dhe të pakontestueshme. Të nderuar zonja dhe zotëri, në përfundim dua të theksoj se kjo ekspozit nuk do të ishte e mundur pa punën e palosshme dhe angazhimin e dy ekipeve tona në Prishtinë dhe Sarajevo, të cilat kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për realizimin e këtij projekti me dinjitet dhe profesionalizëm. Ju ftoj të shikoni, të ndini dhe të dëgjoni atë që këto fotografi kanë për të thonë. Ruajtja e kujtesës kolektive është detyrë të gjithëve për të mësuar, për të reflektuar dhe për të vepruar. Le të dëgjojmë dhe le të kujtojmë historinë, që fjalët nuk mund t'i shprehin, sepse këto fotografi flasin për të vërtetën, dhimbjen dhe qëndresën e popujve tanë, dhe kjo është përgjegjësia jona morale dhe historike. Ju falenderit. Faleminderit zotri Shkodra. Kam derën që para jush të ftoj miftiun e Kosovës, zotrin Naime Efendi Tarnava, nën kujdesin e veçantë të cilët edhe është organizuar ky aktivitet. Urdhani mifti. Hajtë se mirë është. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. I nderuari kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, të nderuar përfaqësues të riasetit të Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, muftiu i Garazhës Remzi Pitic, drejtori Muhamet Jusić, Rifat Fetić, si dhe shoqërues të tjerë. Nderuari kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame, zotri Ajni Sinani, nderuar zotri edhe Hetemi, drejtori i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës, të nderuar antar të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, përfaqësues të institucioneve shtetërore, kulturore dhe arsimore, të nderuar efendiler, zonja dhe zotrinj, vëllezër e motra. Milioni që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, të institucioneve të saj, se në emrin tim personal t'ju përshëndes përzemërsisht dhe t'ju falenderoj sinqerisht për praninë tuaj në këtë aktivitet me rëndësi të veçantë historike, kulturore dhe përkujtimore, të cilën e kemi organizuar në bashkëpunim me riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës. Aktiviteti i sotëm përfaqëson një kapitull të dhimbshëm të historisë sonë të afërt, një histori që i ka bashkuar dy popujt tanë në përjetimin e vujtjave të dhunës organizuar dhe të krimit shtetëror në dëm të tyre. Fjalën e kemi për agresionin serb në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe për luftën në Kosovë, dy procese historike të dhunshme që ndonse të zhvilluar në hapësira të ndryshme gjeografike, u drejtuan nga i njëjti projekt ideologjik dhe politik i të njëjtit të regjim shtetëror serb, i konceptuar për të ushtruar dhunë strukturore dhe sistematike ndaj të gjitha atyre që perceptoheshin si të tjerët tojza dhe si pengesë për realizimin e objektivave të tij politike. Në të dy raste, si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë, ky regjim synoi zhdukjen fizike, kulturore dhe shpirtërore të popujve autokton nga trojtë të tyre shekullore, me qëllim krijimin e një hapësire etnikisht të pastër serbe, Bosnjë pa bosnjak musliman dhe Kosovë pa shqiptar. Ky projekt i njohur botërisht si projekt thojza i Serbisë Madhe, u realizua përmes mjeteve më brutale të dhunës shtetërore. Ne jemi dëshmitar të asaj që ndodhi si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë. Në Bosnjë forca serbe tentuan të zhdukin praninë bosnjake përmes formave më ekstreme të dhunës, ekzekutimeve masive, vrasjeve sistematike, dhunimeve dhe terrorit mbi popullatën civile, duke kulmuar me gjenocidin e Srebrenicës, një nga krimet më të rënda në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në Kosovë në përpjekje për të realizuar të njëjtin projekt kriminal, përveç vrasjeve dhe masakrave mbi civilët, u aplikua edhe politike së pastrimit etnik,
përmes dëbimit masiv të shqiptarëve nga trojtë e tyre, duke përdorur metodën e njohur të tokës së djegur. Në këtë ndërmarrje kriminale, e cila u krye nga fqinjit tanë, forcat serbe përveç dhunës fizike, vrasjeve, ekzekutimeve, dëbimeve dhe shkatrimit të jetës njerëzore, tërmorën edhe një fushat të gjerë të shkatrimit të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në kuadër të këtij projekti me përmasa genocidiale, objektiva të veçantë u bën edhe objektet fetare islame në Kosovë. Kështu forcat serbe me synimin për të fshirë çdo gjurmë të pranisë shqiptare në Kosovë dhe çdo gjurmë të pranisë bosnjake në Bosnë dhe Hercegovinë, rënuan dhe shkatruan objekte sakrale dhe monumentale me vlera të jashtëzakonshme historike, arkitektonikke dhe identitare. U shkatruan xhami shekullore, shumë prej tyre unike dhe të pazavendësueshme, qarshi historike me rëndësi identitare, medrese, biblioteka, arkiva dhe institucione të tjera arsimore kulturore, themelit e të cilave ishin vakve të themeluara nga shqiptarët dhe bosnjak, nga ulema, dietar dhe bamirës të dritur të dy popujve tanë, të nderuar të pranishëm. Pasënuar që të ndalemi në statistika nga ekspozita që do të vizitoni sot, do të bëhet e qartë se gjatë viteve 90 të shekullit të kaluar, në vendet tona, fillimisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, e më pas në Kosovë, hapësira këto që i përkasin Evropës dhe qytetërimit evropian, u shkatruan gjithsej 832 xhami. Pa i përfshirë këto objektet e tjera fetare dhe kulturore. Nga ky numër 218 xhami u shkatruan në Kosovë, ndërsa 614 në Bosnjë dhe Hercegovinë. Këto shifra, sado që nuk e përfshin të gjithë spektrin e dëmeve të shkatruara, flasin qartë dhe pa ekuivok për masat e dhunës sistematike dhe për natyrën e krimeve me të cilat u përballen popujt tanë gjatë asaj periudhe. Fushata shkatrimtare e forcave serbe u zhvillua pa respektuar asnjë normë morale, juridike apo ndërkombëtare. U injoruan të gjitha konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare për mbrojtjen e objekteve fetare dhe kulturore. U shkatruan, u dëgjën, u minuan dhe u granatuan qendra historike dhe qarshi identitare të qyteteve të Kosovës, si qarshia Pejës, qarshia Gjakovës, qarshia Vushtrisë, kompleksi i kullave në Junik, Deçan, Nivokaz dhe në shumë zona të tjera anë mban Kosovës, ku çdo gjë që doli përpara u dëmtua ose u shkatrua rënd. U shkatruan xhamit monumentale si xhamia Beraklis në Pejë, xhamia Hadum Agës në Gjakovë, medreset historike të Gjakovës, xhamia Llapit në Prishtinë, xhamia monumentale të Vushtrisë, si dhe xhamit në Mitrovic, ndërtohet dhe xhamia Ibrit, e cila sikurse edhe disa xhami të tjerë u shkatruan deri në themele, dhe trulli i saj u rrafshua me ekskavator, me qëllim që të zhdukej çdo gjurmë e pranisë shqiptare dhe muslimane në këto troje. E njëjta praktikë u ndoq edhe në vendbanimet rurale, ku shkatruan xhami shekullore, mezgjide, teqe, kulla tradicionale, shtëpi dhe qindra objekte të tjera me vlerë kulturo-historike, të cilat nuk do t'i kemi kur më. Në mënyrë të ngjashme, por në disa raste edhe me intensitet më të madh, forcat serbe vepruan edhe në Bosnë dhe Hercegovinë. Këtu mjafton të përmenden xhamia e Foqës, ajo e Banja Lukës, ura e Mostarit dhe shumë objekte të tjera anë e kënd Bosnjës, për të cilat do të flasin më gjërësisht kolegët tanë nga Sarajeva, ndërsa dëshmit vizuale të tyre do t'i shohim edhe në ekspozitën që hapet sot. Gjatë përgatitjes së kësaj ekspozite, pata rastin të shoh fotografitë e përzgjedhura për ekspozim, dhe jam i bindur se edhe ju, ashtu si opinioni i gjerë, do të vëreni se metodat e shkatërimit dhe asgjësimit të objekteve fetare islame në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë janë pothuajse identike. Por dhuna nuk u ndal vetëm te monumentet. Agresori serb përpara se të ndërmerrte fushatën e shkatërimit të trashëgimisë islame, kishte vënë në shënjestër edhe prisit fetar musliman përkatësisht hoxhallarët, të cilët në shumë raste u vranë me qëllim zhdukjen e autoritetit fetar dhe thyerjen e rezistencës shpirtërore të komuniteteve muslimane. Këtë dëshmojnë qartë dhe fotografitë e paraqitura në ekspozenë e sotme, të cilat ofrojnë një dëshmi të drejtë për drejtë të këtyre krimeve. Të nderuar zonja dhe zotrinj, ekspozita që po e hapim sot në Prishtinë, siç e theksova edhe më parë, është frut i bashkëpunimit dhe bashkëveprimit të ngushtë ndërmjet dy bashkive tona fetare, Bashkisë Islame të Kosovës dhe Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kjo ekspozitë realizohet në kuadër të një bashkëpunimi dy palësh të qëndrueshëm, i cili do të vazhdojë edhe më tej
me që rast në muajin maj ai do të hapet edhe në Sarajevo. Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësinë e jashtëzakonshme të kësaj ekspozite dhe mesazhin e fuqishëm që ajo përcjell, propozoj që ajo të shtrihet edhe në qendrat e tjera të Kosovës, në qytete të ndryshme shqiptare, si dhe pas muajit maj edhe në qendrat e tjera të Bosnjës dhe Hercegovinës. Po ashtu konsideroj se kjo ekspozit duhet të hapet edhe në ato qendra europiane ku jeton dhe vepron diaspora jon, me qëllim që kjo dëshmi historike të bëhet pjesë e ndërgjegjës kolektive edhe jashtë vendeve tona. Përveç kësaj, mendoj se materialet shoqëruese të kësaj ekspozite përfshirë katalogun përkatës se duhet të përgatiten edhe në gjuhën angleze dhe arabe. Në këtë mënyrë do të ofroj miqve tanë ndërkombëtar dëshmi të qarta, të dokumentuara, të pak kontestueshme mbi atë që ka qenë i planifikuar dhe i zbatuar nga regjimi serb në vendet tona. Është detyrë dhe obligim moral, historik dhe qytetar që të kaluarën tonë ta dëshmojnë me dinjitet dhe krenari, pa e harruar, pa e relativizuar dhe pa e minimizuar, por duke u përballur me të me përgjegjësi. Falë Zotit, planet e regjimit sërb, as në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe as në Kosovë nuk u realizuan plotësisht. Sot, ne jemi shtetet pavarura, popull të lirë, dhe kemi arritur të rikthejmë aq sa ka qenë mundur. Vlerat tona të shkatëruara, duke rindërtuar monumente dhe trashëgiminë tonë materiale. Megjithatë, ajo që ka ndodhur duhet të kujtohet dhe të mos harrohet kurrë. Kjo kujtesë duhet të transmetohet brezave të ardhshëm, me qëllim që ata të jenë të vetëdijshëm për trashëgiminë që kanë marrë, të njohin dhe të kuptojnë sakrificën dhe vuajtjen e popujve tanë, si dhe të mbajnë gjallë kujtesën kolektive për krimet dhe shkatërimet e kryera. Njëkohësisht, është e domosdoshme që bota e qytetëruar të rikujtohet vazhdimisht për këtë ngjarje tragjike, sepse vetëm përmes kujtesës aktive dhe dëshmisë dokumentuar mund të shlyejmë një pjesë të borxhit moral ndaj shahidëve tanë, viktimave të luftës dhe historisë sonë. Këtë nuk e bëjmë për të nxitur urrëtie, për të prodhuar ndasi apo për të krijuar konflikte të reja e gjakderdhje, por për të ndërtuar vlera qytetëruese, për të kultivuar respektin ndaj tjetrit dhe për të kontribuar në ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe bashkëjetesës shoqërore. Prandaj ekspozita, kujtesa në fotografi, xhamit e shkatëruar në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve 90 të shekullit të kaluar, përfaqëson një dëshmi të fuqishme dhe të argumentuar të sakralocidit, të planifikuar, të ushtruar nga shteti, akademia dhe udhëheqja politike e Serbisë të asaj kohe. Ajo jo vetëm që dokumenton shkatërimin e objekteve fetare islame, por shërben edhe si aktin të ndërgjegjësimit historik dhe qytetar për ruajtjen e trashëgimisë, identitetit dhe dinjitetit njerëzor. Të nderuar pranishëm, në përmbyllje, milionit të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e kësaj ekspozite, që nga ideja fillestare, hartimi i projektit dhe deri te zbatimi dhe konkretizimi i saj. Kontributi secilit ka qenë i çmuar dhe i domosdoshëm për jetësimin e këtij aktiviteti me rëndësi të veçantë historike dhe kulturore. Falënderim i veçantë u takon ekipe profesionale në Sarajevo dhe në Prishtinë, të cilët me përkushtim, kompetencë dhe përgjegjësi kanë punuar për ta sjellë këtë ekspozitë në nivelin që e shohim sot. Dua të theksoj qartë se për projekte të tilla që i shërbejnë kujtesës historike, ruajtjes së trashëgimisë dhe vlerave qytetëruese, do të keni gjithmonë mbështetjen e plotë dhe të pakurrëzuar të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, si dhe timin personal në cilësinë time si mufti i Republikës. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe praninë tuaj. Selam aleikum. Faleminderit mufti për fjalën tuaj dhe mbështetjen tuaj të këtij aktiviteti. Sot na ka nderuar me praninë e tij edhe kryeministri i Republikës Kosovës, zotëri Albin Kurti, të cilin e ftojmë ta marrë fjalën. I nderuar mufti Naim Tërnava, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, i nderuari zotëri Rifat Fetić, i nderuari zotëri Muhamet Jusić dhe gjithë pjesëmarrësit nga Bosnja dhe Hercegovina, i nderuari zotëri Vedat Sahiti, kryeimam i Bashkisë Islame të Kosovës, e nderuara nënkryetare e Kuvendit
të Republikës, zonja Emilia Regjepi, të nderuar anëtar të Bashkësisë Islame të Kosovës, i nderuari drejtor i Institutit të Kosovës për krimet e kryera gjatë luftës Adhe Hetemi, të nderuar profesor, studiues dhe punëtor të gjitha degëve të Fakultetit të Studimeve Islame, zonja dhe zotërej, motra dhe vëllezër të nderuar të pranishëm, kam kënaqësinë e veçantë të jem sot bashkë me ju në këtë ngjarje të rëndësishme për trashëgiminë tonë kulturore, të humbur e të shkatërruar qëllimshëm. Trashëgimia kulturore përbën themelin e identitetit tonë kolektiv. Ajo na lidh me të kaluarën, forcon vetdijen për vlerat e përbashkëta dhe na kultivon përgjegjësinë për ruajtjen e kujtesës kolektive për brezat e ardhshëm. Gjatë luftës së viteve 1998-1999, krahas mira jetëve të humbura dhe dëmeve materiale, Kosova ka pësuar dëmet të rënda edhe në trashëgiminë e saj kulturore, e cila është shënjestruar dhe shkatëruar nga forcat armatosura serbe. Në gjykimet e Tribunalit Hagës, shkatërrimi i qëllimshëm i trashëgimisë kulturore gjatë kësaj lufte është cilësuar si krim kundër njerëzimit. Në fund vitit 2021, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për të kërkuar drejtësi për shkatërimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Një komision i përbërë nga ekspert vendor dhe ndërkombëtar ka dokumentuar zyrtarisht dëmet dhe humbjet, duke i hapur rrugë kërkesës sonë për drejtësi dhe kompenzim. Në bazë të këtij raporti, gjatë periudhës 1998-1999, janë shkatëruar 1788 monumente trashëgimisë kulturore, janë grabitur mbi 3724 objekte muzeale nga koleksionet e muzeve publike të Kosovës dhe janë shkatëruar 175 biblioteka publike me mbi 1.7 milion libra. Nga 1788 monumente të shkatëruara, së paku 500 janë kullat banimit, 218 xhami dhe 11 teqe, 17 kishat besimit katolik, si dhe Muzeu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Në këtë proces të rëndësishëm dokumentimi, Bashkësia Islame e Kosovës ka luajtur një rol të veçantë. Ajo ka kontribuar me informacione të vlefshme rreth shkatërimit të trashëgimisë kulturore islame. Përgjatë historisë, Bashkësia Islame ka dëshmuar se është një shtyllë e rëndësishme për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare, fetare dhe kulturore në vendin tonë. Kjo ekspozitë e organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe ajo e Bosnjë-Hercegovinës ka rëndësi të veçantë sepse dokumenton në mënyrë të qartë dhe të argumentuar shkatërimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore si pjesë e një strategjie të qëllimshme për fshirjen e identitetin kulturor e fetar të popujve tanë. Përmes dokumentimit të fakteve, shifrave dhe shembujve konkret, kjo ekspozitë shërben si kujtesë kolektive, si dëshmi historike dhe si thirrje e fuqishme që krimet ndaj trashëgimisë kulturore të mos relativizohen, të mos harrohen dhe të trajtohen me përgjegjësi dhe drejtësi. Ruajtja e kujtesës, dokumentimi i së vërtetës dhe kërkimi i drejtësisë mbeten detyrime të përhershme të shtetit tonë. Më lejoni ta mbyll fjalën time duke ju falendruar të gjithëve për angazhimin dhe kontributin tuaj. Së bashku duke ruajtur kujtesën dhe dokumentuar të vërtetën, ne nderojmë të kaluarën dhe ndërtojmë të ardhmen e Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit Kryeministër Kurti. Në vazhdim me që me ne sot janë të pranishëm edhe delegacioni i lartë nga riaseti i Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës si bashkërealizues të këtij aktiviteti. Në këtë kuadër kam nderin të ftoj para jush për një fjalë përshëndetëse myftiun e Gorazhdës Remzia Pitić. Urdhëroni myfti i nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Uvaženi cijenjeni
muftija Naim Efendija Gazi Naim Efendija Trnava, poštovani premijeru, dame i gospodo, braćo i sestre, dragi prijatelji, dozvolite da vam prenesem selame našeg vrhovnog poglavara Husein Efendije Kavazovića. Imamo dvojicu poglavara koji su gazije i to je naša sreća i naše zadovoljstvo i vaš vrhovni muftija i naš Reis Ulema. Obojica su gazije, borci koji su se borili na Božjem putu. I dozvolite naravno da umjesto spominjanja sad pojedinačno svakoga, uvijek ćemo nekog zaboraviti, da vas sve ovako u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zagrlim. Kao najveći i najsnažniji simbol izgrađen na duhu kulture Islama, džamija je najvažnije obilježje civilizacije Islama. Najstariji hram sagrađen za ljude uopće je sveti hram u Meki, Keaba, prva džamija i uopće prvi hram. Čak i etimologija ovih pojmova govori o jednom ishodištu, jednom izvoru i nebeskom porijeklu, harem ili hram. Prvo što je Muhammed a.s. uradio dolazeći u Jesrib bila je gradnja džamije u mjestu Kuba, da bi din, dug prema Bogu po osnovi prvog ugovora, bio realiziran u povijesti kroz civilizaciju, medenijet, treba mu grad Medina. U osnovi sva ova tri termina stoji din. Gradnjom prve džamije i oko nje zajednice muslimana u gradu Dina, Medina, Muhammed a.s. započinje povijesni hod muslimana kroz civilizaciju koja će svojom monumentalnošću obilježiti stoljeća, kontinente i brojne narode i zajednice postajući važan dio ukupne svjetske kulturne baštine. S naše džamije stiže poziv za namaz svaki dan 5 puta dnevno. U njenom mihrabu imam vodi neprestanu borbu sa sobom i svime što ga okružuje, harb, kako bi s minbere nur mogao spustiti svjetlo koje se njemu u jednom jasno definisanom i određenom vremenu spušta s nebesa. Džamija ima i svoje prijestolje, čurs, s kojega se obraćaju učeni s namjerom da znanje prenesu slušateljima. Pobožna džamijska tišina. U našim džamijama bila je najsnažniji kulturni pečat sjeverne muslimanske hemisfere. Naši stari učitelji su nas znali podučiti svojim ponašanjem da smo ulaskom u džamiju došli dragome Bogu i da smo njegovi musafiri. Tu nema mjesta priči, ni pošto galami, nepristojnosti bilo koje vrste. No, dušmani Božje istine, ljepote, nikad nisu mogli podnositi tu ljepotu. Taj kosmički mir što smo ga pronalazili u našim džamijama. Džamijama koje nisu ništa drugo nego filijale Keabe. Njene ispostave gdje god se nalazile. Ti dušmani lijepog i dobrog, naročito u našim krajevima, uništavali su tu ljepotu kad god ih nismo spriječili. I tokom agresija i ratova, ali i u miru. Mi znamo da naše džamije nisu rušili pijani pojedinci, neke grupe, uprave za koje kakve poslove. Znamo da je to bio sastavni dio sistema, politike sa najvišeg vrha, a kako bi nam uništili naše najsnažnije simbole. Rušenje džamija bilo je sastavnim dijelom zločinačke politike u čijem su kreiranju učestvovali intelektualci, političari, novinari i kompletan sigurnosni aparat. Oni ne znaju da su džamije izgrađene u našim srcima,
Samo kad je izgradimo u svome srcu, džamija može dobiti svoju formu u prostoru. Mi znamo da ih ponovo izgradimo jer tako gradimo sebe i svoju kulturu. I mi znamo pamtiti, sjećati se, jer samo tako smo ljudi. Sjećanje, zikr je najvažnija odlika ljudskoga i najznačajnija obaveza čovjeka kao Božjeg stvorenja. Zikr je simfonija univerzuma. Naša kultura sjećanja je moguća u praktičnoj realizaciji jer smo odlučili boriti se za nju. I ovim projektom to zajedno potvrđujemo. Ovaj projekat, ova izložba je naše zajedničko sjećanje. Čestitam islamskim zajednicama u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, njihovim poglavarima Gazi Reisu Lemi Husein Efendi Kavazoviću i Gazi Mufti Naim Efendi Trnaviji, te njihovim saradnicima na realizaciji ovog izvanrednog projekta. Neka ovo bude povod za našu saradnju i na drugim poljima u Božijem zadovoljstvu i na korist ljudima. Živi, zdravi bili. Falenderojmë Muftion Remzi Apetić për këtë fjalë. Në vazhdim, për rëndësinë e kësaj ekspozite të realizuar në bashkëpunim me Riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës, kemi nderin të dëgjojmë fjalën e tij të doktor Mirsad Kallajgjic nga Riaseti i Bashkisë Islame të Bosnjës. Urdhani doktor. Uvaženi nosioci vjerske i društveno-političke vlasti, poštovani profesori, studenti, eminencije, ekscelencije, dame i gospodo, povod našeg današnjeg okupljanja je izložba koja je zajednički pripremljena u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Islamske zajednice Kosova. Ponuđeni materijal na izložbi u formi opisa i fotosa nedvosmisleno pokazuje sami obim razaranja islamskih objekata na područjima koja su bila okupirana ili koja su bila u neposrednoj zločinačkoj blizini sa koje su gađani i planski uništavani. Rušenje i uništavanje objekata islamske kulture u periodu 92., 95. i 98., 99. godina od strane agresora samo je u stvari nastavak ranijeg programa kulturocida nad muslimanima Balkana i Europe po takozvanom Vasevijeća zakonu iz prve polovine 19. stoljeća u kojem se potiče i ozakonjuje rušenje svih dijela muslimanske kulture. Tako je od 600 džamija u Beogradu ostalo samo jedna, a u Užicu od 30 ni jedna džamija. Uništavanje najvrednijih dijela islamskog graditeljstva nisu dakle počinili nekontrolisani pojedinci i skupine, nego su plod sistemske, genocidne, kulturocidne, urbicidne, sakralocidne i destruktivne politike. Riječ je o istim počiniteljima, mrziteljima, istim namjerama i motivima, istim metama uperenim na one koji su drugačiji i koji nasuprot fašizmu baštine civilizaciju. Detalji planetarnih stradanja i patnji Bošnjaka i Albanaca prikazani na ovoj izložbi ukazuju na veličinu razaranja, ali isto tako nas podsjećaju i obavezuju da nijedna žrtva ili srušena džamija, biblioteka, škola ili drugi objekt ne smije biti zaboravljen i ostati nezabilježen. Zlo koje su počinile naše komšije ostaće zabilježeno kao jedno od najvećih zala počinjenih u ljudskoj povijesti. Oko 200.000 pobijenih, među kojima je najveći bio broj civila,
žena, djece i stariji, desetine hiljada ranjenih, hiljade silovanih, ogromnoj materijalnoj šteti prouzrokovanoj bjesomučnim i bezočnim rušenjima i paljevinom stambenih, javnih i privrednih objekata. U zločinačkom pohodu nisu bili pošteđeni čak ni najvrijedniji objekti islamske kulture u Bosni i Hercegovini nulte kategorije, kakvi su Gazi Husrebegova, zatim Careva, Alipašina i Magribija džamija u Sarajevu, Aladža i Careva u Foči, Ferhadije i Arnaudija u Banja Luci, Esme Sultanije u Jajcu, Karađoz Begove u Mostaru, Emin Turhan Begove u Ustikolini i mnoge druge. Većina njih je bila pod zaštitom UNESCO-a. Pored džamija, agresori su razorili drugi objekte, mesdžide, mektebe, tekije, turbeta, nišane i kompletna mezarja, a sve u cilju uklanjanja dokaza o opstojnosti muslimana na ovom prostoru. Korištene su teške mašine i bageri kojima su mezarja preoravana, a na njihovim mjestima pravljena su parkirališta, parkovi, nove zgrade, pijace, smjetlišta i sl. Džamije i druge sakralne objekte Bošnjaka prije njihovog definitivnog rušenja zločinci su koristili i kao sabirne logore za Bošnjake, mučilišta, klaonice, birtije, pa čak i kao javne nužnike. Takvi su bili primjeri džamija u Brčkom, Foči, Zvorniku, Modrići, Donjem Vakufu i tako dalje. Osim srpsko-crnogorskog agresora, objekte Bošnjaka u Bosni i Hercegovini rušile su i postrojbe Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane. Neki od zvaničnika takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosna javno su pozivali Hrvate na rušenje džamija, kao što je bio njihov nekadašnji potpredsjednik Ante Valenta. Agresori su u kratkom vremenskom periodu srušili ono što je planski stoljećima građeno na bosanskom tlu i tako nanijeli neprocjenjivu štetu bošnjačkom kulturnom nasljeđu u Bosni i Hercegovini. Agresija i kulturocid nije se desio samo nad Bošnjacima i Albancima. To je agresija na svjetsku civilizaciju i napad na čitavo čovječanstvo i njegove vrijednosti. Bošnjaci i Albanci su dva evropska naroda koja su tokom povijesti imala sličnu sudbinu. Uprkos teškoćama kroz koje su prolazili, snaga njihova duha i odlučnost da žive na svom topraku, boreći se za istinu i pravdu, bila im je stalna vodilja zbog koje su često trpjeli pritiske, nepravdu i neprijateljstva najvećih razmjera. Sve ljepote vjekovnog prostora na kojem egzistiraju znali su i oplemeniti sa drugima, njihovim kulturama i osobnim vrijednostima. Taj utjecaj posebno je vidljiv u gradnji. Primajući vjeru islam, domaće stanovništvo se susrelo sa novom kulturom koju je brzo usvojilo i kojoj će u narednim stoljećima dati vlastiti doprinos i novu vrijednost. Prihvatanjem islama i sistema vakufa u njoj rasplamsalo se takmičenje u dobrotvornim gradnjama. U srednjovjekovnoj Bosni gradilo se više gradova nego u susjednim zemljama i na istoku i na zapadu. Islamska kultura postala je sastavni dio bića naroda koji su primili novu religiju, a koja je uporedo snažno djelovala i na druge narode na tim prostorima. Na Balkanu postoji više naroda i njihovih nacionalnih kultura sa svim svojim osobenostima koje su ujedno i dio svjetske baštine. Vjera islam ne određuje samo odnos vjernika prema Bogu. Ona daje i praktična uputstva za sve vidove ljudske aktivnosti. Vjerski propisi odredili su način života ljudi u širim zajednicama, državnoj organizaciji, u gradu, u kući i u porodici. Način izgradnje naselja u stvari rezultat je načina života u njemu. I danas većina starijih gradova na ovom prostoru po urbanističkim i arhitektonskim karakterima ima jasno izraženu orijentalnu fizionomiju.
Ambientalne cijeline starih gradova sa čaršijama i stambenim zonama predstavljaju najhumanije i najljepše gradske ambijente u Europi. Zajedno sa turskim graditeljima, naši neimari gradili su vrhunske građevine evropskih i svjetskih razmjera. Tako je čuvena Gazi Husrebegova džamija u Sarajevu izgrađena u rano osmanskom stilu samo 10 godina nakon što se počelo u tom stilu graditi u osmanskoj prestolnici Istanbulu. Uz osmanske arhitekte, graditelje monumentalnih građevina klasičnog perioda 16. stoljeća, značajnu ulogu su imali i domaći ljudi. Važno je ovdje napomenuti da dolaskom islama srednjovjekovna kultura i umjetnost nije prestajala da postoji i da je njeno prisustvo ostalo vidljivo i do današnjih dana. Ponovnom rekonstrukcijom i izgradnjom porušenih objekata muslimani na ovim prostorima pokazali su svoju volju, svoju vitalnost, snagu i odlučnost da žive na svojim vjekovnim ognjištima, u svojoj vjeri i svojoj državi u kojoj mjesta ima za sve ostale dobronamjerne građane i građanke. Ovaj, kao i programi slične sadržine, treba da utiču na našu stalnu budnost i da nas štite od zaborava. Molim uzvišenog Allaha da nam na tom putu pomogne, kao i generacijama koje dolaze iza nas. Amin. Hvala vam na pažnji. Falenderojmë doktor Mirsad Kallajgjic për këtë fjalë dhe këtë ekspoze. Tani është radha për fjalën vlerësuese nga drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame në Prishtinë, zotri Sarvi Bajgora, i cili është edhe autori fotografive të xhamive të shkatruara gjatë luftës Kosovë. Në atë kohë si kryeimam i Bashkisë Islame, ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ruajtjen e kujtesës historike. Po ashtu zoti Bajgora është autori i monografisë për xhamit e rënuara në Kosovë gjatë luftës së fundit. Nderuar Mufti i Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava me bashkëpunëtor, nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti me bashkëpunëtor, nderuar delegacion nga Bosnia dhe Hercegovina, të nderuar kolegë, zonja dhe zotërinj. Po filloj këtë fjaltimin me një fjalë të Walter Benjamin, i cili thotë: historia nuk është thjesht ajo që ka ndodhur, por ajo që ne zgjedhim ta kujtojmë. Gjatë viteve të 90-të të shekullit që shkoi, populli shqiptar në Kosovë, si edhe ai bosnjak në Bosnjë dhe Hercegovinë, u përballën me agresion dhe gjenocid sistematik nga regjimi serb. Në Kosovë, me vëmendje dhe ndjeshmëri të veçantë, e kemi përcjell tragjedinë që po e përjetonte populli bosnjak, megjithse edhe ne vetë ishim nën okupim dhe të nështruar nga një represion dhe segregacion i egrës njerëzor. Gjatë vitit të 90-ta, kam qenë kryemam në Bashkinë Islame të Kosovës dhe në këtë detyrë kam qenë dëshmitar i zhvillimeve makabre që po ndodhin në Bosnjë dhe Hercegovinë, duke përjetuar rënd si çdo njeri me ndjenja njerëzore masakrat e kryera nga forcat serbe ndaj popullit bosnjak musliman dhe objekteve të kultit, veçanërisht xhamive që po shkatërrohen dita ditës. Duke parë nga afër atë që po ndodhte në Bosnjë dhe Hercegovinë, sidomos shkatërimin e xhamive dhe objekteve të tjera të trashëgimisë islame, ishim të vetëdijshëm se një plojë dhe gjenocid i pa atyre përmasave do të ndodhte pashmangshëm edhe në Kosovë. Për këtë arsye, Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës në vitin 1996 mori vendim që të realizohej fotografimi dhe xhirimi i të gjitha xhamive dhe objektet të tjera që i përkisin proveniencës islame, me qëllim që në rast shkatërimi të kishim si dëshmi të paktën fotot e xhamive, sepse serbët që prej vitit 1878 nga Kongresi famkeq i Berlinit, gjithmonë në raport me shqiptarët, po edhe bosnjakët, e kanë djegur politiken e tokës së djegur, për ta fshirë çdo gjurmë dhe nishan që argumenton se në një kohë ato vende kishin qenë të banuara me shqiptar ose musliman bosnjak.
Dëshmi e këtij gjenocidi janë trojet shqiptare në Toplicë. Qëllimi i këtij projekti ton ishte krijimi i një dëshmie të qëndrueshme dhe të dokumentuar për objektet tona fetare dhe kulturore. Për realizimin e këtij projekti u ngarkova unë, me qenë se e njehja mirë terrenin dhe strukturat e Bashkisë Islame. Pasi u bë planifikimi për realizimin e projektit, në fjalë nisëm nga puna. Mirë po që në fillim, më konkretisht gjatë fotografimit të xhamisë së Mahallës Muhaxherëve në Prishtinë, u ndaluan nga policia serbe, na u konfiskua aparati fotografik dhe u morëm në tashtëquara biseda informative dhe ndaj nesh u hap edhe rasti penal. Pikërisht, afër xhamisë së Muhaxherëve, ish konvikti i shkollave të mesme tashmë ishte shndërruar në një prej stacioneve më famkeqe policore, në zyrat e të cilës ndërtesë ushtroi dhunë e papar ndaj veprimtarëve të ndryshëm politik, po edhe ndaj qytetarëve shqiptar në përgjithësi. Dhe me preteksin banal se ne kishim fotografuar objektin policor, u maltretuam gjatë dhe na u konfiskua tërë aparatura që kishim. Me që gjendja në Kosovë përkeqësoi nga dita në ditë dhe nga ora në orë, megjithatë projekti nuk u ndërprej, por u ndryshua qasja e realizimit, pasi në terren kishin filluar tensionet dhe era luftës ndihet që nga larg. Për fat të keq, në shënjestër ishin sidomos objektet fetare, xhamit dhe objektet të tjera përcjellëse, të cilat gjatë zhvendosjes së popullatës prej një anë në një anë të Kosovës ishin bërë streh për qindra e mijëra refugjat. Pikërisht, për këtë arsye, soldateska serbe pas fillimit të luftës së hapur me UÇK-n, në shenjë hakmarrjeje, digjnë shtëpi dhe fshatra të tëra, e ndërtoi edhe shumë për xhamive anë kënd Kosovës. Në atë periudhë, përmes këshillave të Bashkisë Islame, filluam të evidentonim dhe dokumentonim dëmet e shkaktuara nga ushtria dhe policia serbe ndaj popullit ton, infrastrukturës si dhe ndaj xhamive dhe institucioneve tona fetare. Kështu, gjatë viteve 98-99, kur lufta mori përmasa masive në tërë Kosovën, forcat serbe, siç u theksuar edhe nga parafolësit më parshëm, sulmuan gjithçka që ishte shqiptare dhe muslimane, shkatruan 218 xhami, medrese, biblioteka, arkiva dhe tese. Pas përfundimit të luftës dhe shtjerimit të Kosovës, një nga veprimet e para të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës ishte vizita në terren për të konstatuar dëmet e shkaktuara nga forcat serbe. Më pas, me mendim të kryesisë u autorizova që të realizoja fotografimin dhe gjerimin e shkatërimit masiv të objekteve dhe monumenteve fetare në terren. Edhe pse nuk kam qenë atë botë ekspert i fotografisë apo i gjerimit, siç nuk jam as sot, megjithatë duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e misionit të dokumentimit të krimeve serbe në vendin tonë, këtë detyrë e kam kryer me përkushtim të plot, pa kursyer asgjë. Në shumë raste jemi përballur me zona të minuara, me mjete shpërthyese të pashpërthyera brenda objekteve fetare, si edhe me prani të forcave paramilitare serbe që ende qarkullojnë aty këtu në disa pjesë të Kosovës. Për mua ka qenë jashtëzakonisht e vështirë përballja me pamjet e xhamive të vjetra shekullore, të shkatëruara dhe të dëmtuara rënd. Kujtoj selin e kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, xhamit monumentale në Pej, Gjakov, Deçan, Drenis, Voshtri, Istog, Gjilan, Suajek e të tjera, ku për shekuj me radhë ky popull ishte falur, ishte edukuar dhe ishte formuar shpirtërisht. Të gjeja ato të rësisht të shkatruara, të granatuara dhe të dëmtuara rënd, ishte një ndjenjë tepër rënd që më lëndon të thellë në shpirt. Megjithatë, këto objekte, edhe pse të rënuara, mbetën dëshmi e çmimit të lirisë së këtij vendi. Kam vizituar gjitha xhamit që në çfarëdo forme kishin qenë të sulmuara nga forcat serbe. Kam realizuar fotografime dhe gjerime dhe nga ky material në vitin 2000 u botua monografia mbi shkatërimin e xhamive. Kjo vepër është përdorur edhe si dëshmi në gjykatën e Hagës kundër krerëve të shtetit serb për krimet e kryera në Kosovë. Libri rreth objekteve të shkatëruara islame është shpërndar gjithandej nëpërmes miqve tanë në çdo zyrë vendimarrëse në Evropë dhe SBA, si dhe në vendet arabe islame. Ndërsa në vitin 2014, ky libër në version anglisht është botuar edhe nga qeveria e Kosovës dhe ka qenë pjesë e fushatës për antarësimin e Republikës së Kosovës në UNESCO. Fotografitë ekspozuara sot, të realizuara më shumë se 20 vjet më parë,
më kanë rikthyer kujtesën në atë periudhë dhe më kanë dhënë sërish atë ndjenjën e hidhur që kam ndjerë së bashku me kolegët e mi. Ekspozita e sotme, e realizuar në bashkëpunim me Realitetin e Bosnjës së Hercegovinës, është një çast i rëndësishëm për ta kujtuar se me çfarë jemi përballur, për të mos harruar të kaluarën, por njëkohësisht të jetë mësim dhe një shkollë për brezat e rinj që ta njohin historinë dhe vuajtjet e popullit tanë. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zotëri Bajgora për fjalën tuaj. Faleminderit edhe juve të gjithëve për pjesëmarrje dhe durimin që treguat në këtë manifestim. Tani ju ftojmë që së bashku ta ndjekim ekspozitën e hapur në sallën tjetër. Në dalje keni edhe katalogjet e kësaj ekspozite. Ju faleminderit dhe ju presim në takimet e radhës.